Është shfaqur premiera e dramës Kolonel Zogu e autorit bullgar Hristo Bojqev. Një pjesë e luajtur mirë nga aktorët profesionistë të teatrit të Gjakovës në regjinë e Erson Zylberit. Momente prekse që përcjellin njerëzit në çdo shoqërie, sidomos atyre të dalë nga konfliktet. Regjisori i kësaj drame tha se është mëkat që para këtij publiku të mrekullueshëm të mos ketë më shumë premiera. Është fat që një teatr i tillë me pas një kast aktorëve të ri, cilët jo shpesh ju jepet rasti për me performu, sidomos në shfaqje të cilat një karakter i tillë ku nuk do të kishte mujt me bë dallimin ndërmjet madhësisë ose vogëlsisë një roli të caktuar. Domethënë, jam shumë i kënaqur me aktorët dhe shpresoj që këtë shfaqje ta vazhdojmë me të njëjtin ritëm të punës që edhe e kemi filluar dhe e kemi mbaruar. Nga ana tjetër, aktorët thanë se kur punohet me profesionist, puna shkon mirë. Prova shumë intenzive, shumë të mira, shumë kreative. Për mua është hera parë që po luaj në teatrin e Gjakovës si aktor profesionist. Është një ndjerë dhe një privilegj shumë i madh për mua. Kemi pas një boshllëk të aktiviteteve për shkak të situatës dhe rrethonave. Kuptohet e dim fort mirë zgjedhjeve e gjitha gjanave tjera. Realisht kapaciteti ynë nuk kemi kapacitet për të punuar më tepër se një premier pjesën e parë të vitit, dhe edhe po ta punonim më herët këtë premier, do të ishte vetmja dhe e para për pjesën e parë të vitit. E sa i përket pjesës së dytë shtator-dhjetor, shpresojmë që do ta kemi edhe një premier. Në rolet e tjera u paraqitën aktorët Edmond Havizademi, Myrvete Kurtishi, Ylber Bardhi, Valon Pallaska, Ylber Mehmeti e Altina Kusari. Aktorë këta që u duar përfitën gjatë nga publiku që mbushi sallën universale të Pallatit të Kulturës Asim Bokshi në Gjakov.